Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i cili ka ngjallur shumë debat në opinion, ku opozita e kritikon e pushteti e lavdëron, nuk ka kaluar pa u diskutuar edhe në emisionin Impact në televizionin Shenja, ku i ftuar ka qenë deputeti lidhës shqiptare Elmi Aziri. Ai ka kritikuar ashpër propozim ligjin e qeverisë, duke vlerësuar se ai nuk i plotson kriteret themelore të një ligji dhe nuk ofron zgjidhje konkrete për çështjet e përfaqësimit të komuniteteve jo shumicë. Aziri deklaroi se dokumenti i propozuar nga qeveria nuk është e ligj, por një pamflet, duke shtuar se ai paraqet vetëm një shprehje të vullnetit politik për t'i krijuar opinionit përshtypjen se po ndërmerren hapa për rregullimin e përfaqësimit të drejtë. Kemi një ndeshje, kemi një konflikt mes asaj që thuhet publikisht dhe realisht asaj që është shkruar në ligj. Publikisht thuhet që me ligjin për përfaqësim drejt dhe adekuat do të rregullohet çështja që nuk është rregulluar 20 vjet për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, që i referohet sigurisht komuniteteve shumicë. Po ligji brenda nuk përmban asnjë nen që i referohet kësaj çështje, nuk përmban asnjë mekanizëm zbatues që i referohet kësaj çështje, nuk përmban as instrumente të kontrollit për këtë çështje dhe nuk përmban as masa ndëshkuese dhe as sanksione që do të aplikoheshin në rast se nuk përfillet, nuk zbatohet ligji si e tillë. Ai më tej shtoi se në kërkesën e drejtuar komisionit është e theksuar se ligji nuk duhet të përmbajë kuota etnike, por duhet të mbështetet në parimet e meritokracisë dhe profesionalizmit. Ndërkaq, sa i përket ligjit për ndryshimet e reja në kodin zgjedhor, i cili po ashtu bëri bujë në opinion, ku opozita e kundërshton, deputeti Aziri deklaroi se partia e tij do të insistojë që në ndryshimet e reja të kodit zgjedhor të përfshihet votimi elektronik i diasporës në të gjitha proceset zgjedhore, përfshirë edhe zgjedhjet lokale. Ka një rezistencë sa i takon në votimit të diasporës në formë elektronike edhe për zgjedhjet lokale. Ekziston parimi, do të thonë ekziston ujdia që të votojnë në zgjedhjet prezidenciale dhe në zgjedhjet parlamentare, megjithatë propozimet dhe insistimi i ynë është që të votojnë, të kenë të drejtë të votojnë në formë elektronike edhe në zgjedhjet lokale, sepse ato kanë investime këtu. Ekziston kjo rezistencë. Nuk ka argumentime, nuk ka shpjegime nga ana e propozuesve të faktikisht, jo propozuesve, po në kuadër të komitetit, komisionit që po bëjmë diskutime, po ne si parti politike do të shfrytëzojmë mundësitë tona që jep rregulloria e kuvendit dhe nëse është e nevojshme të bllokojmë edhe këtë ligj nëse nuk përfillet edhe të drejta e mërgatës për të votuar në formë elektronike edhe për zgjedhjet lokale. Me këtë propozim të partisë, Aziri e cilëson këtë si një të drejtë kushtetuese të shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit. Megjithatë, propozimet e kësaj partie nuk janë pranuar në grupin e punës në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë.